Një notë e mirë apo e keqe, një mungesë apo një sjellje jo e hijshme nga nxënësi gjatorës së mësimit nuk mund të kalojë pa dijenin e prindrit, dhe këtë mundson regjistri elektronik, i cili është një risi që do të futet në shtator në vitin e ri akademik dhe do të lidhë më shumë prindrit, mësuesit dhe shkollën për të parë ecurinë e fëmijës. Për këtë projekt ambicioz, Ministria e Arsimit po punon në 3 komponent. Po punohet pra për këtë pjesë që ne quajmë digitalizim, po punohet për infrastrukturën për pajisjet, po punohet për komponentin e trajnimit. Këshilltari për teknologjinë i ministres Nikola Sokol Muça thekson se lidhja e mësuesve me regjistrin elektronik mundson edhe njoftimin e prindërve me anë të mesazheve dhe emaileve, por edhe me anë të një kodi personal që ka çdo prindër për të parë online ecurinë e fëmijës së tij në çdo moment. Nëse prindi është i regjistruar në email apo ka lënë numrin e vet celularit të lidhur, merr një mesazh për mungesën e fëmijës vet, nëse fëmia ka marrë mungesë, ose për notën që fëmia ka marrë. Por duket se ky projekt do të ketë edhe mjaft vështirësi, të cilat janë edhe të trashëguara ndër vite. Ministria ka një borxh të akumuluar për të paguar për internetin në shkolla, ndërsa edhe pajisjet ekzistuese janë të vjetëruara dhe jashtë funksionit. Sa kaq për mësuesit që do përfshihen në projekt, do të ketë trajnime, ndërsa për nxënësit do të përmirësohet kurrikula për teknologjinë. Përmirësimi i kurrikulës të lëndëve TIK dhe informatik që janë jo vetëm në shkollat e mesme, por edhe në shkollat nëntëvjeçare. Projekti u pilotua fillimisht në ciklin e ulët në një shkollë në Korçë, ndërsa për qeverinë dhe Ministrinë e Arsimit është prioritet është të rrihet me kalimin e kohës në të gjitha shkollat e vendit.